Kur jemi në udhëtim dhe dreka na zen në shtëpi dhe e falim drekën dhe pastaj dalim për udhëtim, a shkurtohet ikindia apo falet e plot? Jo, aty ti nuk mund ta falësh ikindin. Përderisa s'ka nis udhëtimi, nuk mund ta falësh ikindin. Ka një mendim, por nuk është i saktë. Ka një mendim, por nuk është i saktë. Kështu që lehtësimet e udhëtarit fillojnë kur fillon udhëtimi. Lehtësimet e udhëtarit fillojnë kur fillon udhëtimi, jo duke qenë ti në shtëpi ose në qytet. Kur del, atëherë lejohet me i shkurtu dhe me i bashku. Edhe pse je në një zonë që s'ka fillu akoma udhëtimi. Për shembull, unë jam nis me shku në Shkodër, për shembull, dhe u thirr ezani drekës. A mundem unë tani në Tiranë ta bashkoj me ikindin? Themi jo, pse s'kam filluar procedurën. Nëse unë do shkoj në Shkodër dhe u thirr ezani drekës, do se fal drekën këtu, po kur dal nga ndërtesat e Tiranës, për shembull le themi kur kaloj Kamzën ose kur kaloj ku e di unë këtë QTU-n, hapa krahun aty dhe fala drekën 2 rekat ikindin 2 rekat. Lejohet? Lejohet. Pse se ka nis udhëtimi. Dhe unë dola nga qyteti, jam në rregull. Ama jo duke qenë në qytet.